Kosova futet në ndeshjen e fundit të fazës së grupeve për eliminatoret e Kupës së Botës, ku do të përballet me Zvicrën, kundërshtarin e vetëm që i ka shënuar dhe i ka mposhtur deri tani. Takimi i parë i zhvilluar në Bazel, ku Kosova ishte mysafire, përfundoi 4-0 në një mbrëmje ku ekipit nuk i funksionoi asgjë. Por pas asaj humbjeje, Kosova reagoi fuqishëm, 3 fitore dhe 1 barazim, pa pësuar asnjë gol në 4 ndeshje të fundit. Fillimisht erdhi fitoria ndaj Suedisë 2-0, ndeshje ku Franco Foda ishte pa kapitenin Amir Rahmani, ai ndryshoi rreshtimin në 3-5-2. Qendra mbrojtjes përbëhej nga Ilir Krasniqi, Lumbardh Delova dhe Fidan Aliti. Në port ishte Arjanet Murić, ndërsa në krah luajtën Dion Glamçeta në të majtë dhe Mërgim Vojvoda në të djathtë. Në mesfush ishin Leon Avdullahu dhe Elvis Rexhbeçaj, përveç një takimi ku nga fillimi u aktivizua Vildin Hoxha. Në barazimin me Sloveninë 0-0 në Fadil Vokri, Kosovës ju shtua një mbrojtës i vlefshëm që brenda pak muajsh është bërë titullar i rëndësishëm, ylli i Hoffenheimit Albian Hajdari. Në debutim ishte ndër më të dalluarit në fushë, duke zëvendësuar Lumbardh Delovën së bashku me të luajtën dhe Ilir Krasniqi dhe Fidan Aliti. Mbrojtja ndryshoi sërish në vijim pasi në ndeshjen pasuese kundër Suedisë si mysafir u paraqit treshja Hajdari, Krasniqi, Kreshnik, Hajrizi. Ata realizuan një paraqitje gjigante dhe ishin ndër më të merituarit për fitoren 1-0. Në 4 ndeshjet e para në port ishte Aro Murić, ndërsa në takimin e fundit ndaj Slovenisë u aktivizua Amir Shaipi. Edhe treshja mbrojtjes ndryshoi, ndonse për herë të parë Franco Foda kishte të gjithë mbrojtësit në dispozicion. Në triumfin e fundit, Foda startoi me Lumbardh Delovën, Amir Rahmanin dhe Albian Hajdarin. Në secilën ndeshje, përveç asaj të parë, dardanët nuk kanë pësuar gol, duke dëshmuar se Kosova ka krijuar një mbrojtje shumë të fortë, pa marrë parasysh kush luan, të gjithë japin maksimumin. Kualifikimi në play-offin e Kupës së Botës është një arritje madhështore, por duket se ky ekip ende nuk e ka prekur tavanin. Me sulmin Vedat Muriqi, Fisnik Aslani, të mbështetur nga Florian Muslia, Kosova mund të dhurojë emocione dhe surpriza të tjera. Të martën në ndeshjen e fundit të grupit ndaj Zvicrës, Kosova shkon për të treguar se ende mund të arrijë edhe më shumë. Kosova tashmë ka siguruar një biletë të artë për play-offin dhe kjo nuk duhet harruar asnjë moment, por objektivi vetëm i mbetur në lojë është të mposhtim çdo kundërshtar të grupit të paktën një herë. Përballja radhës ndaj Zvicrës, edhe pse vjen në një moment kur shanset për kualifikim direkt janë minimale, mbetet një sfidë ku fitoria është domosdoshmëri për krenari, moral dhe identitet. Dardanët janë përballur me Helvetët 4 herë deri tani, ku kanë regjistruar 3 barazime dhe një humbje. Ajo humbje 4-0 në Bern ishte e dhimbshme dhe e vështirë për t'u pranuar, por pikërisht nga ai moment, Kosova ka treguar një ringritje të fortë me 3 fitore dhe 1 barazim në ndeshjet e fundit. Të gjithë kundërshtarët e tjerë të grupit i kemi mposhtur të paktën një herë, përveç Zvicrës, ndaj kjo ndeshje është kapitulli i munguar që Kosova dëshiron ta mbyllë më në fund. Fitoria 6-0 që do t'i duhej Kosovës është ëndër e largët, por triumfi me çfarëdo rezultati do të ishte sukses i madh sportiv, rritje e besimit dhe një mesazh i qartë se ky ekip vetëm po ecën përpara. Formën e mirë Kosova e ka dëshmuar me 2 fitore fantastike ndaj Suedisë, fillimisht 2-0 në Prishtinë, një mbrëmje të zjarrt dhe më pas 0-1 si mysafir në Stockholm, një fitore e pastër, taktike dhe e pjekur. Po ashtu, triumfi 0-2 ndaj Slovenisë si mysafir ka qenë një tjetër dëshmi e gatishmërisë dhe nivelit të lartë të lojës, ndërsa barazimi pa gola në Prishtinë kundër të njëjtit kundërshtar tregoi stabilitet dhe organizim të fortë defensiv. Këto rezultate kanë ngritur moralin e skuadrës dhe kanë dëshmuar se Kosova ka bërë progres të prekshëm, duke u rritur si ekip dhe duke u bërë shumë më konkurrues në çdo stadium ku luan. Tani vjen sfida që mbetet më e veçanta dhe më e vështira. Zvicra, i vetmi kundërshtar që nuk e kemi mposhtur, me play-offin të siguruar, me besimin e fituar ndeshje pas ndeshje dhe me mbështetjen e jashtëzakonshme të tifozëve në Fadil Vokri, Kosova do të hyjë në këtë duel jo si viktim, por si ekip i pjekur, i motivuar dhe i gatshëm për të mbyllur një kapitull historik. Fitoria mund të duket e vështirë, por jo e pamundur dhe në futboll ka momente kur nuk luan vetëm për pikë, por për historinë tënde, për krenarinë dhe për të treguar se kurrë nuk dorëzohesh. Në këtë ndeshje Kosova do të kërkojë pikërisht këtë, të shkruajë një faqe të re, të merituar dhe të shumë pritur në rrugtimin e saj drejt majave të futbollit evropian.